opozita jeni duke e bllokuar gjithë kuvendin, por në fakt opozita akuzonte partin fituese këtë rast vetvendosin se nuk i kishte numrat dhe po e bën gjithë këtë skenar për të ikur krijimit të qeverisë. Mbetet të shihet nëse është një lojë tjetër e kurtit, thjesht për të manovruar me opinionin, për të kamufluar gjithë situatën në cilën tani ndodhemi në prag të zgjedhjeve lokale, e që realisht mbetet të shihet nëse vetvendosja do arritë të mbaj rezultatin e 9 shkurtit apo do bie më shumë apo edhe do ngritet, sepse mund të kemi një rikthim të fuqishëm të vetvendosjes në shumë qytete, mund të kemi rikthimin e vetvendosjes në kryeqytet, ku kandidati i saj Hajrullah Qeku po merr mbështetje të jashtëzakonshme të qytetarëve të Prishtinës, por në anën tjetër kemi partitë opozitare dhe partinë udhëheqëse momentalisht në krye të Prishtinës LDK-n me përparim Ramën, që e kanë bërë një fushat të mirë dhe që mund të vazhdojnë të mbeten sërish në udhëheqje. Do thotë ka goxha shumë kalkulime politike dhe është shumë e vështirë për të kuptuar. Për të kuptuar nëse ndjesje të ndërpres, për ta vijuar aty ku ti the, në marrë spunto nga kjo fjali e fundit. Pra, duket qartazi në gjithë të që ti po raporton që dita e nesërme është e rëndësishme për matje përveç se të forcave, po dhe ndikuese tek krijimi i koalicioneve të mundshme përpara se të formohet qeveria, sepse kujtojmë për publikun ka 15 ditë kohë, apo jo, kurti për të arritur tek formimi i qeverisë, prezantimi. Po, janë vetëm 15 ditë që kushtetuta ja lejon që të propozoj mandatarin me kabinetin e tij dhe në rast mungese numrave automatikisht renditja shkon pastaj tek partia e dytë, këtë rast i bie nga PDK-ja dhe në rast që vendvendosja dështon të krijojë brenda 15 ditë qeverinë, atëherë mandati do i kaloj opozitës, këtë rast PDK-s, e kjo e fundit është duke u përgatitur në heshtje për një qeveri të mundshme nga ana e saj, ose edhe mund të kemi shpërbërje të kuvendit dhe të shkojmë në zgjedhje nacionale sërish. Do thotë dita e nesërme do të jetë vendimtare për ecurinë e zgjedhjeve ose jo nacionale sërish brenda aktivitit. Me çfarë janë të kënaqur drejtuesit e vetvendosjes apo dhe të partive të tjera? Kur them me çfarë, ti e the pak a shumë në fakt, nëse do të ruhet i njëjti rezultat me zgjedhjet e fundit, ato të shkurtit apo çfarë, për të ndalur pak më gjerësisht e këto kalkulime që ata kanë artikuluar përgjatë ose që dhe janë kuptuar ose dhe që dihen me burime përgjatë këtyre ditëve të fundit përpara se të shkohet në zgjedhje nesër. Kjo fushat atë sa ka qenë jo shumë e zhurmshme për dallim nga 4 vitet e para, këtë vit ka qenë në heshtje publike, po e them, por në strukturat e tyre në teren, underground ka qenë një vulkanit i fuqishëm që mund të shpërthej nga momenti në moment, sepse të gjitha partitë, të gjitha elektorati kanë punuar vazhdimsi për të arritur rezultate më të mira, sepse kemi Partinë Demokratike e cila përkundër përçarjes që mund të kemi në Drenas, në bastionin e tyre, kemi një PDK e cila po synon ta mbaj Mitrovicën, e cila po synohet nga vetvendosja të mirët përmes ministrit në detyrë të bujqësisë Faton Peci, që është kryetari i listës Guxar, një mbështetës mjaft i fuqishëm nga ana e Kurtit, i treti më i votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit, një kandidat shumë i fuqishëm për Mitrovicën, do të thotë në këtë rast vetvendosja ka synuar Mitrovicën ta marrë në tërësi dhe kemi pastaj dhe partinë e tjera siç është LDK-ja që synon ta mbajmë Prishtinën. Nëse arrin ta mbaj Prishtinën LDK-ja, atëherë përkundër që në rezultatet të 9 shkurtit doli sërish e treta, mund të themi që LDK-ja po e mban elektoratin e saj të devotshëm siç është elektorati në Prishtinë. Mirë, po nëse humb atëherë përfundimisht Lumir Abdiqiku nuk është personi i duhur në lidhje në krye të LDK-s. Prandaj mbetet të shihet nëse Albin Kurti do i lëviz pllakat apo jo për të shkuar tutje, apo do shkojmë në zgjedhje, sepse edhe shkuarja në zgjedhje mund të jetë një test tjetër për vetvendosjen, ani pse ka zëra nga media të ndryshme që vetvendosja mund të ketë ulje të votuesve në rast që shkojmë në zgjedhje nacionale, mirë po disponimi i qytetarëve gjithmonë është pro Kurtit në këto zgjedhje, sidomos duke pasur parasysh lëvizjet karshi Serbisë, e që Kurti di të luajë mjaft mirë me këto pikat e nacionalizmit dhe mund t'i kthejë në favorin e tij. Dhe së fundmi, mes një tensioni, po ashtu underground,